Diplomatja amerikane Nancy Van Horn e ngarkuar me punë ambasadën e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Tiranë zhvilloi takim me kryetarët e grupeve parlamentare më të mëdha, Tauland Ballën dhe Gazmend Bardhin, duke i angazhuar në diskutime mbi prioritetet e institucionit ligjvënës dhe pritshmëritë e qytetarëve shqiptar. Në një deklaratë publikuar nga ambasada në rrjetet sociale, Van Horn theksoi se dialogu konstruktiv dhe liria e fjalës janë shtyllat e institucioneve të forta politike. Ajo bëri thirrje që përfaqësuesit e të gjithë spektrit politik të punojnë së bashku për të ndërtuar një vend më të sigurt dhe të begatë për qytetarët. E ngarkuara me punë, Nancy Van Horn zhvilloi takime frytëdhënëse me kryetarët e grupeve parlamentare, duke i angazhuar ata në planet e tyre për të përmbushur pritshmërinë e popullit shqiptar. Ajo theksoi se dialogu konstruktiv dhe liria e fjalës janë shtyllat e institucioneve të forta politike. Ambasada e Shteteve të Bashkuara pret të bashkëpunojë me përfaqësues nga i gjithë spektri politik për të bërë vendet tona më të sigurta dhe më të begata. Kryetari i grupit parlamentar i Partisë Demokratike Gazmend Bardhi konfirmoi se gjatë takimeve u trajtuan edhe çështje të rëndësishme të sigurisë. Gjatë takimit me të ngarkuarën me punë ambasadën e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Nancy Van Horn ndava qëndrimin ton mbi luftën kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit, si dhe regresin shqetësues të Shqipërisë në raport me standarde demokratike. Për fat të keq, gjatë këtyre 12 viteve Shqipëria është drejtuar nga një qeveri partnere e krimit të organizuar dhe të karteleve të drogës. Kjo qeveri qëndron në pushtet përmes parave të pistat të krimit të organizuar dhe korrupsionit. Mesazhi kryesor i këtyre takimeve ishte se dialogu i hapur dhe konstruktiv duhet të mbetet kur themeli i funksionimit të lartë shqiptar, duke forcuar transparencën, bashkëpunimin politik dhe angazhimin ndaj qytetarëve.